Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shëndeti është një dhurat që Allah i madhreshëm jep secilit njeri. E çdo dhurat njeriu e ka për detyrë të kujdeset për te. Aq sa kujdeset për atë dhurat, aq i zgjat ajo dhurat në pronësinë e tij. Ashtu është edhe shëndeti. Nëse ne kujdesemi për te, do na shoqëron deri në fund jetës. Edhe do të bëhet ashtu siç lutej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: "Waj'alul waritha minni." Dhe lëre shëndetin të trashëgim pas meje. Që do thotë merr ma shpirtin duke qenë i shëndosh. Populli jon përpara luteshte pleshe tonë, tani lutën thënë: "O Zot, në kam të mia." Do thotë le të jetë funi jetës time në kam të mia me shëndet. Po, besimtari i shëndetshëm është më i mirë dhe më i dashur te Zoti, për shkak se mundësia për të bërë adhurime në sasi dhe në cilësi është më e madhe. Njeri i sëmur duhet të falet i ulur, e namazi ulur ka më pak shpërblime se namazin kam. Po, njeri i sëmur s'mund del në xhami, do të falet në shtëpi. E namazin xhami është më mirë se namazin shtëpi. Njeri i sëmur nuk mund të shkon në umre apo në haxh, sepse umra dhe haxhi janë adhurime që kërkojnë angazhim fizik. E kështu me radhë. Andaj, secili njeri që Allah i ka dhënë shëndet, ai duhet ta ruan shëndetin e tij. Këtë dhurat që ka dhënë duhet kujdeset për të, që ta shoqëron gjatë gjithë jetës dhe pastaj do thotë të vazhdon me adhurimin e plotë të Allahut deri në momentin e fundit inshallah taala. Kështu që secili që ka 14 vjet apo 50 ka edhe pak mundësi me investu në shëndetin e vet, që pastaj kur t'i bën 60 70 nëse ka dhënë Allah imur, ta kalon edhe atë pleqëri me shëndet, e shëndeti të bën dobi në rini, po në plesni edhe më shumë inshallah taala. Kështu që keni kujdes edhe mos i shpërfillni këto udhëzime. 1 orë, 2 orë në ditë aktivitet fizik, qep deri në fund jetës forcë fizike inshallah taala. Allahu na dha shëndet gjithëve, i shëroft ata që janë sëmur, edhe na shpëzoft gjithë neve për ta ngritë fjalën e Zotit, për të adhuruar Allahun në formën më të mirë të mundshme dhe për të qenë në shërbim të familjeve tona inshallah taala.